Policia rrugore e Tiranës ka intensifikuar kontrollet me objektivin e vetëm për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Plani konsiston në monitorimin me pajisje inteligjente dhe në pranimin e shtuar të efektive të policisë rrugore, me objektiv kryen e kontrolleve për drejtuesit e motomjeteve nëse kanë vendosur kaskë mbrojtëse, për dhënie përparësi këmbësorëve në vijat e bardha, mos përdorimin e celularit, vendosjen e rripit të sigurimit, mos drejtimin e mjetit në efektin e alkoolit, respektimin e limiteve të shpejtësisë, parandalimin e parakalimeve të gabuara apo konstatimin e parkimeve të gabuara që pengojnë qarkullimin. Gjatë 72 orëve të fundit janë arrestuar dhe proceduar penalisht 14 drejtues mjetesh për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, janë bllokuar 13 automjete dhe janë vendosur rreth 6.000 gjoba. Shefi i Komisariatit të Policisë Rrugore, Lorenz Shehu, ka apeluar qytetarët të respektojnë maksimalisht rregullat e qarkullimit si e vetmja mënyrë për të kontribuar në përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe për të parandaluar aksidentet me pasoja për jetën dhe shëndetin.